Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Viprum, unë jam sot me një të ftuar shumë special, do thoni ju që ky Kelvi vetëm çuna ka marrë këtë kohë her pas here në Viprum, po në fakt nuk kam fajt, sepse filmi ka qenë dhe Top Awards, eventi i vitit mund ta quajmë, edhe tapeti i kuq ishte një djalosh që është gazetar shumë i mirë në fakt, edhe që unë kam shumë qejf sigurisht, që unë kam të ftuar sot me mua, dhe është Isti Islami. Ka qenë viti i çunave duhet të thënë. Po, do bëjmë namin këtë vit. Shpresoj. Mirë, faleminderit për ftesën. Faleminderit ti që erdhe dhe më fal shumë që u vonova. U vonova pak sot te intervista me Islin, po më kuptosh besoj. Ka gjë, do reflektoj tek përgjigjet. Po jo. Ishte trego pak, kishte tapeti kuq. Po. Top Awards. Po. Eksperiencë e bukur besoj. Shumë e bukur. Unë kam qenë shumë rrallë nëpër tapetet kuq, po ka qenë tapete kështu më vi, kështu gjëra. Po era parë që isha në rolin e mikpritësit të personazheve që vinin, kështu që ishte eksperiencë e veçantë, e re, ndodhi papritur sepse u vendos çdo gjë. Jo në moment fundit, po u vendos në një kohë shumë të shkurtër edhe përgatitet u bën në një kohë rekord dhe shpresoj paktën ka dalë shumë mirë, paktën për ata që kanë ndjekur nga ekrani. Bukur dori. Unë nga ekrani isha aty prezent, po çifa kështu shkëlqej atje, kishte veshur një kostum Unë munduam shkëlqen nga djerë sot. Kostumi zi nga Valdrin Saidi. Okej, do të pyesë edhe për këtë. Bukur shumë. Ishte bashkë me Xhemin. Xhemi ishte me fustan të kuq, ishte bërë fiks me tapetin njësh. Jo, Xhemi shkëlqente më shumë se tapeti. Po, ishim bashkë, për ata që nuk e din, unë dhe Xhemi kemi qenë në një klasë në fakultet, në një bank. Ku keni bërë shkollën ju? Në tek Europiani. Aty kam bërë në shkollë. Po. Po ma qenë vogël si pes tjetër. Dhe ishte si thosh një rit takim po në kushte tjera. Edhe e shijuam shumë. Bukur shumë. Po Xhemi është kaq e këndshme dhe simpatike sa që është në ekran e videoja. Jo, shumë. Okej. Është më shumë se sa aq. Bukur shumë, mirë. Unë kam parë një moment te tapeti kuq, e pasi morë spektaklin në fakt, se fillova të shikoj te portalet online çka kishin shkruar, çka kishin shkruar. Dhe ishte një detaj shumë i lezetshëm që ti dhe Xhemi kur vjen Mozik dhe Getinjo, jeni jo ti e di në fakt, ti the që është sigurisht. Sigurisht, ta çfarë Tani ta shpjegojmë këtë pjesë, unë e di për çfarë. Ngatrua, dhe si ishte? Jo, nuk ngatruar asgjë. Kam vështirë kanë ngatruar portalet se paktën shoqërisht ndodhen këto gjëra se portalet kanë me çfarë të merren. Ç'është është kjo? Mbulimi me plane ka qenë shoqëruar bashkë me audion ton, që thotë unë dhe Xhemi jemi pak miop nga larg, që ta keni parasysh. Dhe nëse në televizor në plan është Muzik dhe Getinjo rasti konkret që janë në plan afër, ne normalisht nuk e kishim aq afër, dhe i kishim shumë nga shumë larg. Dhe ka qenë vetëm në mos gaboj ka qenë pjesa e kush po vjen në këtë moment, se ishin shumë larg. Kush nga ftuar? Kush janë këta se ishin larg. Getinjo dhe Muzik ne i njohim, i kemi edhe miq më tepër. Ma mirë mendje. Ke vërtetë edhe në Instagram, sepse sigurisht shkëmbejmë komente dhe ka qenë vetëm për shkak se në ekran duken shumë afër, ndërkohë ne në tapeti meqense hapësira është shumë madhe, dukeshin shumë larg, edhe kjo është. Por portalet ka qenë lajm i mirë, gjithsesi. Bëri bujt madhe. Na. Madhe se di megjithatë. E më lezetshëm, s'ka më gjë të keqe. Jo, nuk ka. Po ishte ti më të që te after party, tek ai klubi ku shkuan edhe gjithë atë natë, ti ke bërë namin e zi, edhe kishe kryer alkool, më thanë njerëz që kishe bërë kur. Unë nuk tregoj kur. Më tha një zog. Po. Nami zi atë natë. Pire shumë, çfarë ndodhi? Jo, ne nuk shtepim shumë. Jo, ne, po pse vëtirë në testi? Ti po nuk mund t'i vetë. Unë ikëm me një gotë, kjo është problemi. Ametëm nuk pi shumë. Nuk do të thotë që jam tap, po që nuk pi shumë, sepse më mjafton një gotë dhe iki. Po më thua që pi vetësh një gotë? Jo, dy. Jo, po ishte mënyra më e mirë për të festuar normalisht, se mos më shqiptarët është. Sensi madh ishte. Trokasim një gotë me kolegët e ata që jemi afër, kështu që e trokitëm nga një gotë, e pim nga një gotë. Apo bukur, ta dërgjojmë në lyshte. Okej. Më trego pak, ishte një pjesë spektakli që kishit marrë shoca me Ledionin tek ajo tabaka. Po. Ishin vërtet ato shocat? Po, ishin tekila. Ishte rapat që më pije tekila, ishte shota tekila. Tash ti po bën sikur ti pirë alkool më. Tekila jo. Tekila jo. Çfarë shoca është zakonisht? Nuk pi shumë fare. Jo, realisht unë nuk pi, megjithatë ishte një mënyrë shumë e bukur dhe për dhënë një çmim dhe për të festuar ndoshta, sepse gjithë atmosfera ishte festive, pavarësisht se dikush fiton dhe dikush jo. Edhe unë mendova që pjesa e dhënies së çmimit Viewers Choice, që i shkoi Noizit, t'i jepej në këtë formë, edhe ne si pjedashës të mirë, me karar gjithmonë. Që të ishim njerëz që e donin pijen, tam të bëjmë më shumë. Se dëgjova më këtë Noizit. Cili më bet. Unë dëgjosh më bet. Ti janë sa në fakt edhe Ledioni atë ka qenë me batuta pafund, unë më pëlqen shumë kam qeshur, tani njerëzit atë atë punë kanë të shohin me syrin që kanë qenë si shofi.
Po komentet e Noizit kanë qenë të tmeshme. Po. Pak në reagim shumë backstage, në gjë që neve se dim publiku i gjërat. Jo, për më tepër që ne morëm shumë më vonë çfarë Po replikash pra se kur thatë që Noizi fiton çmimin ishit entuziast gjithë. Sigurisht, ne ishim entuziast dhe në atë moment ishim entuziast edhe më vonë. Nuk ka lidhje shumë edhe ne çmimit tonë. Megjithatë, secili është i lirë të shkruajë çfarë të dojë në Normal. Nuk mund të imponosh dot një reagim të tjetër, kështu që. Ishim të pak. Ti tani u bëre sa vite ke që po merresh, se unë e di që ti ke qenë pjesë të Top Albanias në fillim. Fare, aty ke nisur apo jo? Po. Ke dhënë lajmet te Po, Topi? kam qenë pjesë e redaksisë informacionit që në vitin 2007. Ka kohë. Gjithë kjo kohë. Sa i bien, janë 9 vjet. Pra kështu duhet të kaluar 3, në fakt, u plakam. 2007. Po edhe ndodhi shkove te? Shkove në ekran pastaj më vonë. Po, në fillim unë kam, domethënë, mbas radios patë një eksperiencë deri një vjeçare tek Digitalbi, aty ishte era pa që unë përballesha me ekranin. Eksperiencë shumë e mirë, shumë e vlefshme, por e shkurtër. Më pas u shkëputa, bëre pak një pushim gjeta vetveten, edhe u riktheva në ekranin. Çfarë intereson shumë, çfarë bëre kur tjetër gjumë pafund. Vetëm kam fjetur e kam Sa kohë, një vit në ta? Një vit e një muaj. Bravo. Po, dhe në 2012. E gjete vetveten e humbur apo gjete vetveten të re? Gjeta vetveten e humbur. Aq një vet jam. Ishte marrë malli? Jo, po më duhej. Okej. Jo. Dhe në 2012 i rikthem ekranit sërish. Tek Top Channel. Top Channel. Tek në një javë mos e bëj, ka qenë. Jo, apo ti je në lajmeve. Okej, Pas në një javë ka qenë eksperiencë. Ishte bukur shumë. Shumë Unë shumë personalisht aty kam parë për Po. Në shoh televizor për 100 TV. Dukesh je pa informuar. Ose të shihim mënyrë të tjerë të bashkë. Ne showbizin e trajtojmë shumë pak, kështu që. E pra. Mirë, më trego pak se unë jam marrë vetëm me ty të javë, normalisht kisha ftuar special. Je detyruar. Jo, e bëj nga këtia, se kam qenë. Se unë si kanë qenë konkurrentët. Po. Më trego pak, kam vëren që ti ke studiuar për muzikë apo jo? Po. Ke qenë te liceu, mos Po, gaboj? në liceu. Kam 12 vjet muzikë kam studiuar unë, edhe ishin më se mjaftueshëm. Për të vendosur që do të bësh gazetar lajmesh. Po. Ja, ideja është kjo, unë kam qenë gjithmonë në muzikë kam qenë mirë dhe e kisha me pasion. Po duke qenë se e bëra një llogari shumë të ftohtë dhe vendosa që në ardhmen ime nuk do fokusohej tek muzika, sepse nuk kisha aq film për sasaj. Siç ne e dim. Jo mos e muzika bën lekë, ke parë ç'bën këta? Po unë studioj muzikë klasike, jo tallava. Çfarë po thua, çka gjen tallava? Jo. Po çfarë po thua? Unë vetëm e lash, e mbarova aty fjalën. Aha. Dhe meqense kam qenë i mirë në këto letërsi, gjithmonë gazetarinë si fush, televizionin e kam patur qejf gjithmonë, edhe nuk është se kisha ndonjë gjë shumë të qartë, megjithatë thash që muzikë nuk do vazhdoj dhe do merrem vetëm me gjëra, me letërsi, me ndonjë. Madje kam konkurruar nuk kam konkurruar për gazetari, kam konkurruar për gjyqësi, nuk e kam fituar. Nëse ishte dhe mirë. Nuk e di. Nësa do të vlerësohen të mirët këto. Me siguri. Dhe nuk fitova, bëra një vit pushim, më marr prapë me veten, fjeta gjumë i gjitha veten. Prapë. Dhe pastaj vendosa që më thënë, u hasa me një dek 3 që ishte, siç është marrëdhënia me publikun, mu duk shumë interesante, e thjesht, edhe interesante për të provuar dhe kështu vendosa të. Çfarë ti pastaj? Te Topi. Jo. Jo, shkollën lart unë kam për gjatë kohës që kam qenë në punë. Kam patur këtë të mirë, më thënë, dhe nga halli, nuk është se ka qenë vendimi im, megjithatë gjatë kohës që kam qenë duke punuar, kam vendosur se çfarë do studioj. Në sensin kam parë një tregun, kam parë se si funksionojnë gjërat. Dhe më ka dhënë po, pak a shumë. Dhe më ka dhënë një ide më të mirë për të vendosur se si profesion ose cila shkollë, cila dek do të ishte më mirë për mua. I bie në veglit? Violoncelli. Kur them për muzikë, kam studiuar. Violoncell? Po, nuk kam qenë kanto. Jo. Sepse unë kam dëgjuar sa këngë në YouTube. Jo. Dhe po bëj një research. Jo. Edhe ishin po. Jo. Po. Ishin ja dy këngë shumë të lezetshme. Po. Po jam i lashme. Shiko, unë kur kam konkurruar lice, doja të konkurroja për si? Të s'mund le ditë me ato këngë që dëgjova. Jo, janë këngëkishe, din gjithë, nuk është se. Është të lezetshme. Po, janë shumë bukura. bukura. Shumë bukur. Jo të lezetshme, janë bukura. Kur kam konkurruar në lice, doja të konkurroja për kanto dhe nuk më lan, them drejtën, nga që kam qenë i vogël, mëse se jemi dikur shumë atëherë. Nuk më lan, sense më mbushi mendja që të vazhdoja për violoncell. Dhe më gënjyen në një formë të tillë që thanë do konkurrosh një për instrument, për violoncell, dhe do përpiqen ta rregullojmë që të kalosh në kanto. Nuk e di si e hëngra atëherë dhe thash okay. Edhe nuk më futën kurrë në kanto. Nuk donin. Më mirë. Më mirë. Më mirë doli. Më mirë. Lezetshme. Mirë. Kishin shumë konkurrencë tjerë. Okej, më trego pak sepse unë ato dëgjova pra këto këngët e kishës që dëgjova atje. Ishin shumë lezetshme në fakt. Në fakt ishin Janë të shumë bukura, nuk janë lezetshme. Ishin për zotin isha kështu duke dëgjuar domethënë ishin në kokra. Ma të për zotin. Oh my god, okay.
Dhe, më trego pak, Isi, po të këngëtar, çfarë rrymë do të ndaj? Unë R&B patjetër. Më shkon shumë, më shkon shumë. Shkon me tipin, me karakterin. Po, edhe këngët e qeta, më shkon me romanticitetin, po, me romanticitetin që. Një romantiksin apo? Jam, Tash një jeli? Peshorja. Okej. Po nuk se i besoj shumë këtyre gjërave. Nuk i beson horoskopit? Jo. Okej, më trego pak me qemi të muzika. Keni këngëtar të preferuar? Shqiptar. Shqiptar, unë kam një shok që këndon apo të gjokën. Këngëtar për. Nuk është se unë kam këngëtar për, unë kam këngë që më pëlqen. Këtë unë për shembull Rai Strefin tani kam fiksim, shumë qef. Këngëtar apo këngëtare? Whatever. Okej. Artist shqiptar. Këngëtare kam plot, se këngëtarët janë gjithmonë edhe më të vegjël në numër. Come on, një është gjithmonë. Po kujtohet asnjë, është gjithmonë. Jo një, duhet janë dy. Rai Strefin pëlqen. Mirë, është interesante, shumë kam qef këngët. Kida. Se kam dëgjuar. Kida Ke dëgjuar Encën? Encën jo. Okej. Kida është shumë interesante, shumë interesante. Kida se këngë? Encës nuk kam dëgjuar asnjë këngë nga filmi në fund, më thënë. Ai qartë. Kida më pëlqen shumë se është ere duket që premton, edhe ka më duket e veçantë stil. Çka të thënë? Po mund vetëm këto. Këto janë temat që sot domethënë po përfiten, po unë të betohem me që jemi të muzikat, Top of World Shisha, kapitalistika për performancë fantastike. Shumë bukur ishte. Madje në sallë duket e tingëllon shumë bukur dhe në ekran. Është dukur shumë bukur. Gjithë performancat ishin të këndshme. Ishin, po kapitalistika nga fantastike. Edhe MC Crashes. Këndshëm. Po unë jam të kapitalistika po, për shkak se ka shumë për ta thënë. Po vetëm me qeveria. Po, në internet gjitha. Rai Strefi ku ishte? Rai Strefi. Transparente vota. Shumë transparente bëra. Jo, besoj që vjen që transparente, po ata që s'duan besojnë, nuk besojnë, kupton? Ka njerëz që në atë punë merren. Po, futen në lekë të dynjaja tani. Po, e kuptoj. Isin trego pak, këngëtar që urren ka në një? Po do ma thua çfarë do pati. Edhe them, nëse më kujtohet vetëm se kam problem fare ta. Kam thua. Jo, nuk urrej. Urren. Ç'e thua ama mos e rëndë nervat. Sajna do ketë në një patjetër. S'më vjen. Duhet ketë në një. Ja. Shkon t'je muja? Ja kam ide. Fillamorina? Nuk e kam ide, dikush është, nuk e kam. E kam dëgjuar emra, nuk e kam dëgjuar. Këtë bukur e kam qef në fakt. Ose ka shumë gjasa ti kam dëgjuar këngën në makinë edhe në gjithandej, dhe ndoshta nuk bëj lidhjen. Mirë shumë. Më mirë se bëj lidhjen ndoshta. Po Luana si duket këngëtare? Me që jemi te topi. Mirë. Mirë, është e rëndësishme se cili të bëj atë që do, atë që ka pasion. Dhe e them unë që vi nga i background muzikor dhe që kam pas shumë pasion në jetë, siç është për shembull voleybolli, siç është baleti, unë dikur kam qenë fotografi të bëjmë baleri. Do të jesi punë s'ke që po provuar. Jo, nuk e kam provuar këtë, si hyra fare, ti ke provuar? Baleti po. Jo. Edhe kanto kam bërë. Okej, ja unë njohëm. Isli, më trego pak ti tani, pavarësisht se ke, më tregove që ke gjithë 2007 që merresh në media, që je pjesë e medias, po që, okej, deri diku quhesh një figurë e re ekranit, domethënë akoma je shumë je fresh. Thua mos ke fik ta thuash. Jo, sa varet. Jo. Je figurë e re. Më trego pak tani fama ka ardhur në kohë shumë të shkurtër, kjo fama. Po famë. Po famë është tani se. Ai mirë. Më trego pak prioritetet që të ka dhënë këto. Fakti që nuk i njoh goxha. Absolutisht asgjë. Asgjë, fare? Jo, ose shto faktin që unë nuk jam shumë i vëmendshëm ndaj këtyre gjërave. Pyeta shtoj pak faktin që nuk je vëmendshëm, është valla. Shtoje. Nuk besoj se nuk është se, më thënë, nuk është se nuk e dalloj unë, po nuk besoj të ketë diçka thelbësore që ka ndryshuar apo ka më shumë pozitivitet kur ecën në rrugë, njerëzit që të shohin. Ka. Varet sa selfish. Ka, po, jo s'ka lidhje fare. Nuk shumë deri dola të ini dhe më duket se çka kanë bërë në jetë. Sa mirë për ty. Po e shijon ti të paktën, është mirë për ty. Narcisist shumë. Ti me narcisizmin si je? Je narcisist ti? Thonë që jam, por nuk jam. Po e thanë që je tjerë? Jo. Ti mendoj që si je? Jo, nuk jam. Nuk është se jo, nuk është asgjë e keqe, po edhe ndonjë gjë shumë e madhe në marrësh. Po kështu të këqijat e famës, do të ketë pasur ndonjë gjë të keqe për shkak në një moment që ti ke qenë përsaktëm. Këqijat e famës është maksimumi është kjo që nëse ti lë intervistë ai vonohet gjysmore të thjesht thorash në ne. Dhe shto dhe këtë. Maksimumi është që ti do dalësh për shkak i pa kreur, jo se gjithë kanë mundin dhe unë të kuptojnë, por prap je pak je aware domethënë i faktit që unë lëm kalorë ditë. Kish problem që po bën për smadhur dhe balli. Do dalësh ndonjëherë pa kreur, pa i bërë flokët me xhel, do dalësh i shëmtuar, nuk mundesh. Kur si e shëmtuar se bën dot në zonë. Shikon këtu të shëmtuar. Çfarë sa bukur. Tu si na dizis, jo, më vjen mirë. I si ke dëgjuar tash temë të tmeshëm për veten? Nuk kush më e mua. Jo, nuk kam dëgjuar. Oh. Një thashë them dikush ishte që kisha fëmijë, por nuk është në jetë të merrem
Ishte budallik më saktë se jam shumë i vogël. Ke lënë në Shazam Nikos? Jo. Ke tentuar në Shazam Nikos? Jo. Ke dashur në Shazam Nikos? Jo. Do lutem. Okej, mirë. Më trego pak kalojmë çik tek këto gjërat që një projekt televiziv që ti të kishe ideal. Unë shoh që ti je shumë solar si natyrë ekspresiv, ke sens humori. Ashtu dukem, nuk Jo, ndoshta. Ti version mirë. Më trego pak se unë shoh te lajmet edhe shoh që je personazh, edhe më duket sikur aty pak sikur më duhesh. Do të kisha. Po më tregosh vetë, po më trego pak një projekt televiziv që do ishte ideal. Atëherë, ndoshta ekzistojnë projekte tek cilat unë mund ndjesha shumë Do mirë. shkruash vetë tani, ma shkruaj. Çfarë do të bëj? Një gjë ideale që të bëj shumë të ata. Po projekte nuk bëhen kështu. Mirë. Jo, realisht mund ta gjeja veten në shumë komod, shumë rahat në shumë projekte, në shumë formate. Por Motin për shembull do jepje? Urdhëro? Jepje motin, më bëj gjeja veten rehat në shumë formate. Motin. Do bëj atë kështu. E di pse. Do kisha probleme me koordinimin se e bëhet me djegje normalisht. Me via flagën gjysmës kontinenteve do përmbysem një tjetër. Jo. Në lajmën e shumë rahat. Ndoshta për faktin që kam shumë kohë që më merrem, por që nuk di pse dha këtë përshtypje. Kam përshtypjen vetëm ti që më thua. Ja vetëm unë po. Po ti nuk shele. Nga e ke marrë këtë pyetje? Jo, vërtet, po kam parë shumë. Top of World ishte fantastik. Energji, Po, zot, që ishte i nuk jam- qeshur, kishe sens humori, bëhej batuta. Lajmet të gjëra si të janë. Të lajmet njerëzit kanë një tjetër që di më Ke shumë. gabim, shiko. Shohëm mëngjes. Si më kam gabim, kam gabim. Do batuta të lajmet. Shohëm mëngjes herët. Shohëm mëngjes herët edhe hap televizionin dhe Top Channel. Apo nuk i lejohet. Edhe patjetër. Po unë era aty tani te eventi, më marr intervista ja edhe. Mirë. Okej, më trego pak një shtronë më madhe që ke thënë ndonjëherë. Do të kemi kështu që kanë ngel tempo, si më shtrova. Ose njështë që jam penduar apo Pendohesh? pendohem të marrë? Po të njështë që penduar. Ke njështë që jam penduar? Po nuk është se s'ka, është çështje nuk më kujtohen. Sigurisht asnjë. Po një mëkat i madh që ke bërë. Mëkate, gjithë mëkate. Le të hedh gurin i pare që s'ka bërë Ke mëkate. thyer zemrën e një personi për shkak? Po, para shumë kohësh, jo kohë të Sa fundit. kohë ka? Mbi 5 vjet, as nuk bëjmë, nuk Muzikë qytet. shumë? Është rigjeneruar ajo zemër. Kam vështirë po, pe kalojnë shpejt, nuk e di pse. Shko, unë jam nga ata persona që harrojnë shumë gollaj. Elezet, të gjithë narcisist shumë në formë modeste, vën nga stilën, bravo. Nuk Po ta mësoj dhe unë pak këtë, se njerëzit i duken më dramatik pastaj, bravo. Okej, nice. Po ti ke thyer në zemrën dikujt? Dëgjoj. Po, okej, dikush e ka thyer zemrën? Po. 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 Po si reagove atëherë? Unë reagoj në heshtje, më thënë në sensi nuk bëj absolutisht asgjë që është viziv. Ne ka bërë keq puna, sepse përpiqemi të mos shprehim emocione dhe mos japim, mos nxjerrim sipërfaqe atë që mendojmë dhe ndjejmë, kështu që kam përshtypjen e aplikojmë nga halli edhe në gjërat personale. Po kështu sexting ke bërë ndonjëherë? Çfarë është? Sexting. Është texting që bëhet me mesazhe? Që të sexting. Po. Që jemi Po. Ke bërë? Po. Ke dashur ti? Si bie, kam bërë kështu gjërash dhe kam shpirtja brenda. Jo, përgjigju ti. Nuk bëj me këtë brenda. E zarove 2 pyetje tani me një. Një dy Në përgjigje. çështjen e sexting. E zarove 2 pyetje. Po pra se te Me një po. përgjigje. Të thash intervista o do zgjasë shumë se do përpiqemi të ta zbardhim gjithë ose do të shumë shkurtër. Mirë, mos ka problem. Ka përshtypjen shumë shkurtër. Sexting po domethënë. Po. Të dashur ke? Po. Diko, Çfarë kam kohë? që ke dashur. Jo, se mbaj mend. Nuk e mbaj mend kaq, ka ardhur aq natyrisht sa nuk e mbaj mend. Okej. Mirë, s'po ngasmoj më. Nëse nuk e kupton, ne kam shumë E qartë. Çfarë ke? pyetje personale janë kështu, më thënë, nuk është se i le pa përgjigje. Ka pyetje kalla të kursen se. Absolutisht po. Lezetshëm. Okej, ku ke bërë seks për të parë? Ja këtë si përgjigje. Do të thosh? Nuk e di pse nuk intereson asnjë. Okej, as As nuk një e person mua. nuk intereson. Mua ato që ndjekin mua. Ja, ti paguash për këtë punë. Okej, vetëm të kosti ndodhi. Mirë, do të ngasmoj se shoh që pas ke s'do të thosh atë. Nuk është okej. Nuk intereson as kujt. Më beson. Se diti, ti po të më thuash më këtë gjë tani, por shumë mbushin portalet me lajme. Ja. E disa gjëra kam bërë, nuk është mbush asnjë portal. Çfarë ke bërë që s'është mbushur? Shumë gjëra. Portali me gjëra provizore, gjëra kaq thella. Ka ndodhur që ti është bërë seks me dikë dhe mendosh diku tjetër për shembull? Ja. Asnjëherë kur, shumë i devotshëm. Bravo. Sa herë ti bie violoncelli? Asnjëherë. Pare?
ka kohë që nuk i bie më violonçeli, se s'është më e nevojshme. S'është e nevojshme. E kam ezauruar atë nostalgjinë për muzikën. Sa herë të mundush 4 herë më? Shumë herë. Sepse unë nuk rritët pa xhel, me bërë flokët me xhel, dhe një vesish nuk e dojë dhe xhelin xhel. Ose bërë fije tani? Xhel, sepse flokët e mi nuk rritët ndryshe. Pse çfarë flokët? Kam flokë si shkura. Po kriti Dhe për momentin kam gjysmën e flokëve, kam gjysmën e flokëve që kam zakonisht kontrolluar, edhe prapë janë shumë. Më kam një pyetje në fakt që shumë e lezetshme, por me çfarë shoh nuk do më japësh përgjigje ti. Është herë e parë që më bëj ftuari, por kjo pyetje ka marrë vend të gjithë TV-s, domosdoshmë ka 3 që jemi të redaksion edhe. Sepse unë kam bërë gjithë njerëzve që njoh, domosdoshmë kolegëve të mi. Edhe jam i sigurt që përgjigjja e kësaj pyetjes është gjithmonë po. Por njerëzit kanë një tendencë për të thënë që i ose jo ose këtë gjë. E do të pyes ti. Se kam besim që më japësh përgjigjen se ti je shumë fani. Ka ndodhur që ta bësh çiçi në dush? Jo. Come on. Jo higjienike dhe shumë shëndor. Më beso. Asnjëherë? Më beso. Mos besoni për një qatë. Çdo njeri që kam bërë në fillim fare Jo, është mërësisht higjienike. Po është instinktive, ndodh. Si që ngjesti, nuk jem kontroll, ke kontroll. Okej. Do të pyes prapë në fund fare. Okej. Ti vesh puna e kësaj, ti pyet një person thotë, "Jo, normal që jo, s'është higjienike." E dalin tjetër që thotë, "Po, normal e kam bërë." Dhe këtë vetë thotë, "Po, mirë, okej, ndonjëherë." Sepse Jo, është. Jo, Totalisht jo higjienike. shumë higjienike. E di që bën mirë për tonë? E di pse? Sepse ti presupozohet bën dush gjithmonë në shtëpinë tënde, ose në shtëpinë e ndonjë personi të cilin e njeh, dhe ti nuk do doje të bëjmë amoniak senet edhe porcelanin e tjetrit. Nëse në dush këndon? Po. Çka këndosh këndon në dush? Çat tjetë. Shiko, shqyqyri YouTube është bërë kështu. Ti vën një këngë dhe ka një playlist që e merr vetë. Edhe ndonjëherë gjen veten duke me façezerën në dush. Edhe telefonin edhe telefonin Po. Interesante. Ke vjetur ndonjëherë në një gjë? Kështu që atë vogla. Vodje? Do të çfarë ndaja? Gjem dhaja, zemrën. Do bëj të lehtë të shkëndë, sa ka zëlenza. Gjemat marrë se kaq? Okej. Ja vota se atë më kura. Po. Asnjë ilaç për të shuruar fare? Si? Asnjë ilaç për të shuruar? Jo. Hiç. Ja. Jesi në tregova sa të rëndësishme janë parat për ty? Se nuk do të them këtë shpërgjigje. Nuk them se duhet, s'e Jo, në sensin se po përpiqem të tregoj, domethënë tregoj një pjesë për ata që nuk më njohin, dhe për ata që ndoshta kanë ndonjë fare interesi. Janë shumë mjaftueshëm, pak domethënë. Shumë fare materialist? Jo, të mëdhenj. Hiç fare. Kam mësuar me kalimin e kohës mos afeksionem pas gjërave. Nëse të vjen dikush thotë që do të jap $1 milion, Nuk të ndem fare. Realisht. $2 milion. E di pse nuk të ndojmë lekë, se $2 milion nuk e kam idenë sa janë, se kam me bashkë. $2 miliard lekë. Më shumë se $2 miliard. Jo, e di sa janë, po them ti shohësh bashkë normalisht. E kesh gjendje llogari, siguron jetën. Lekët kur bëhet fjalë për shifër, lekët kur bëhet fjalë për shifër ti nuk e llogarit. Nëse i shetës ti Vosrova, sa është ti më vë? Okej. Është brava, a dhe kështu. që Do fakti, do të tavolin, nuk është përgjigje shumë. Qartë. Ne më normal të gjithë. Ishi te topi fiton me lekë. Jo, ne punem për. Sa ke rrogën? Ne kam shumë mirë. E ke bashkë shqiptar që besin sa ke rrogën? Po ti do fitoj goxha mirë. Një në 3 ditë, një në 3 ditë. Ne bëjmë. Dhe justifikojnë me faktin që jashtë shtetit nuk është turp të pyesësh për rrogën se e tregojnë. Gjithmonë. Vetëm shqiptarët. Sepse vetëm ne vendojmë që ta mbajmë këtë traditë. Mos ta mbajmë. Edhe unë do të isha keq që po pyesa për rrogën. E çfarë do të diun? Po. Sa lekë në portofol? Për momentin një 30 40 maksimumi. Po çfarë më ka të kante gjëra? Po. Nuk e shoh. E kam andi. Kam këto, nuk kam kartë identiteti se nga humbur. Ti e di që do të pyesja për portofolin, prandaj e lëndi. Jo, e lash në çantë në shtëpinë. Më kam humbur kartë identitetit dhe nuk e kam denunciuar po. Po denuncioj, por se mund të Nëse ma ka gjetur dikush, le ma japi se kështu. Dikush ka gjetur kartën e istit. Se kam dalë bukur aty. A ti e bën prapë? Ka të Tash e vërtet nuk bukur, se ke bërë fjet. Po. Drego pak, çfarë është diçka të vjetër që të pëlqen shumë. E morën vesh nuk e narcisiste sa ne. Po e doga të pëlqen shumë. Smart. Tani pëlqen se më para të shikon si shkurra. Jo, më pëlqen fakti që nuk bien, i kam të fortë, mund t'i lyej me 7 milion lloje xhelerash. Nuk më gjej lajm 4 ditë, prapë nuk më gjen gjë. Si nuk flash 4 ditë, më fal. Unë dy lajm dhe me ditë. Zakonisht kur je pastor, po s'mund të punë. Po jo, unë punoj gjithë ditën. Shkon në shtëpi pas relazhit të prapë. Po. Bravo. Dhe unë kam parim dhe më ka kaluar pak dhe në kështu në mani që nuk dal, po s'pa dal nga dushi. Më është bërë problem. Po, edhe unë, shqyr, o zot, po 4 herë shumë, po.
Në vjeç bën shumë gjëra. Po mbaroj këngëva që zeli. Vetëm lajm në dush nuk bëj gjëra tjera, kështu që çishin se bëj. del kohë, pra. Kot fare. Ti je jo në dushën. Ndërkohë, po diçka që s'pëlqen fare te vetja, fizikisht. Që s'pëlqen te vetja hunda. S'pëlqen hunda? Jo, vetë. Ti ke vënë piercing, tani ke këtu bën. Jo. Kush ishte? Po s'pe tregoj se është. Nuk e din çfarë jepet intervista, mos jam duke ngrënë njerëzit. Okej. Pse çka? Sa nuk ngrënë atë. Edhe çfarë? Hunda s'm pëlqen, madje ishte dilema, do e bëj, nuk gjeta asnjë model që m'pëlqente, kështu tash për momentin më bëj këtë. Vetullat s'pëlqen. Okej. Po do thua që s'pëlqen asnjë nga vetë, që ngjash kështu, sigurisht është shumë. Shiko, unë do jem Po vetullat. i drejtë me s'e tregoj gjë. Jemi drejt me ata pak në që më njohin dhe din që nuk po gënjej. Dakor. Po psikologjikisht? Këmbët s'pëlqen. Kam këmbë shumë madhe. Çfarë numri ke? 46 e gjysmë. Po mirë, se ti i gjatë. Jo, kam shumë madhe, kam bërë gjatësi. Okej. Bukur shumë. Më trego pak, ka një kolegë që ke shumë xham te puna? Ka plot. Ka një që kemë shumë nuk kanë turni mëngjes, për shembull ne e kalim shumë mirë zakonisht, sepse unë punë shkoj herët në mëngjes, kemi turn mëngjesi për bërë një shumë të mirë, edhe kemi lloj marrëdhënie me një shumë të mirë, na ka ngjitur që në fillim. Edhe kur ndrojmë ndonjëherë oraret ose dikush ka një punë nuk mund të vijë mëngjes, mundemi të lajmërojmë një tjetrin ditë para që të përgatitemi shpirtërisht për nesër. Okej, unë kolegë që sigurisht do të fare, ka? Jo, ne jemi aq profesional dhe jetojmë realisht. Okej. Jo, në momentin që ti ke një person Antipati? Antipati fjalë e madhe, s'ke pse të kesh antipati. Antipati nuk është fjalë e madhe, pse? Po, jo me gjithë kolegët tim, mund të kesh 1 milion kolegë, por nuk është se me gjithë ke të bësh, kështu që automatikisht nuk krijon dot antipati. Antipati për këto që s'ke të bësh, ti filloni ke antipati, se fillojnë të ndërhyjnë punën që s'e takojnë për shkak. Ja, s'kam të ndërhyjnë. Shpun kanë me ndërhyjnë. Tamam, çfarë aty? Shpun kanë. Ka shumë pyetje në media, ke marrë? Është më bëti vjetër shumë ti. Dhe jo, nuk ekziston më se, nuk është një vërtet. Më beson. S'ka pyetje në media? Jo, më tregoti për punën tënde. Shenja ti këtej. Okej. Mirë, më trego pak më mirë lajmet apo spektakli? Po tani, lajmet nga që kam shumë kohë që i bëj, edhe jem mësuar, ja di ato detajet i di, anë të forta, ato gjërat që të pëlqejmë shumë të mësuar me ato. Kurse spektakli është patjetër gjë e bukur, ka karakteristika të tjera, i përshtatet më shumë edhe moshës së re që unë kam, relativisht të re. Se e di 24? 22. 21? 21 për 20. Unë bëj 30 të ditë. Okej, është të mëshme. Po pak të mëshme. Si e bën? Mundohem të mbaj vetën kështu. Ja, do rregulloj hundën, do rregulloj vetullat, bëj flokët në xhel, e kështu gjërash. Cili është ky? Më pëlqen dy, më pëlqen realisht dy. Ne mundohem të gjej gjithmonë, mundohem të marr çdo lloj projekti që mund të kem. Mundohem ta marr, ta bëjmë me përgjegjësi të madhe, mundohem ta çojmë në nivelin në cilin është menduar përpara se të realizohet, më kupton? Kështu që shumë faleminderit që ishe me mua sot. Faleminderit ty, edhe flokëve tu. Ka shumë keq tani? Nuk është edhe veten. Jo më keq se që kishin fillim. Okej. E rregullova. Era shumë shpejt madhe prandaj. Sa bukur komplimenta, pëlqen shumë. Nxitove për të ardhur në kohë, prandaj. Po sa do të viziti pastaj. I shumë faleminderit që ishe me mua sot. Faleminderit që ishe shumë, edhe vërtet e don. Shpresoj shumë që gjërat ecin siç kanë nisur, jam sigurt se ecin më shumë. Edhe më mirë. Nga çukuria se të gjithësh. Faleminderit. Faleminderit që gjithë që na ndoqët sot. Shpresoj që të kënaqeni dhe juve me këtë intervistë që unë dhe Isli bëm sot. Energjia është pozitive, kështu që mbetet për të thënë, si thënë, shpejti.